Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëj një tavë me kungull dhe me qumësht dhe me vezë. Ne kemi marrë 1 kg e gjysmë kungull, i kemi pastruar, 100 g miell, 3 kokra vezë, 1 filxhan kafe me vaj ulliri, 500 ml qumësht, 100 g gjalp, piper i zi edhe ar muskat. Tani vazhdojmë nga puna. Do grim kungullin. Kungullin e kemi grirë dhe e shtojmë në tavë. Tavën më parë e kemi lyer me gjalp. Shtojmë kungullin. Dhe te kungulli shtojmë 100 g miell. Tani e përziejmë. Tani do të bëjmë salcën e tavës. Në fillim do të shtojmë vezët, do të thyejmë vezët. Vezët i kemi të freskëta. Do të shtojmë vajin e ullirit. Do të shtojmë 1 lugë çaji me krip. Do të shtojmë dhe 1 lugë çaji me vegeta. Krip me erza. Dhe i përzijmë. Shtojmë pak nga pak 500 ml qumësht. Shtojmë pak piper të zi. Dhe grim dhe arën muskat. Dhe tani ja shtojmë tavës sipër. Dhe tani e përziejmë. Do t'i shtojmë edhe 1 godë me qumësh. 700 ml qumësh. Tani shtojmë gjalpin sipër. Tava është gati, e fusim në 200 gradë për 40 minuta, sa sipërfaqja e tavës të jetë bërë në ngjyrë të artë. E fusim në furrë. Tavën e kemi nxjerrë nga furra, e kemi pjekur në 200 gradë për 45 minuta. Kjo varet nga furra juaj. Kjo ishte edhe receta ime për sot. Mirupafshim në një recetë tjetër.